Goca, ne dolëm. Shikoni pak, kemi kotën një. Dhe po ikim te kafja. Do ikim herë atje, pastaj dale mama. Të shohim se qa do bëjmë sot. Sot nërkësh se kemi se kemi ndoj plan kush e di me thënë drejten. Edhe që ishte? Edhe kështu, se di po na doli ndonjë gjë kështu rrugës kur i thonë se ndonjë plan nuk e kemi. Shikoni diellin. Wow. Edhe nuk është shumë ftohtë. Nuk dia çfarë xhupi të vishja, vesha këta që kjo është i lehtë edhe i ngrohtë. Por nuk man edhe që të djersisesh apo ta kesh atë të ngrohtin që të mbyt. Keni parasysh? Goca. Ne jemi në shtëpi, por unë kam harruar të filmoj, sepse jemi duke bërë byrek, edhe kur u kujtova thash, si s'kam filmuar si gjë. Ne tani jemi në përfundim, edhe kam marrë me shoqen këtu te shtëpia, domethënë ka ardhur edhe kjo, nuk e di ju kam thënë më përpara apo jo, s'po më mend. Kemi bërë byrek me spinaq dhe byrek me kos. Njëri është gati, edhe pak do të dali, po këtu është bërë një rumuj. E dini ju kur bëhet byrek si bëhet. Edhe kështu se na ka marrë uria, nuk kemi ngrënë fare sot gjithë ditën. Pami çik brum. Edhe ne që thoni ju harruam sepse morëm me llafe. Nuk e marr njerëzim gojë. Duke bërë planet të Jo, se visha ka. Duke bërë plane për 2026 në planet tona. Do dalin ai ditë, po nejse më. Edhe Zojën e kam gjumë. Nuk po lëviz. Është në gjumë për momentin. Me temperaturë ka qenë mirë, nuk ka pasur as sot. Edhe uroj që të vazhdoj kështu. Kështu e njerëz, kur të dalin byrekët, që të jenë gati, byreqt apo byrek, si thuhet? Byrekët. Kur të jenë gati, do ua tregoj këtu. Sepse gjella e spinaqit, që bëri kjo shoqja ime, kjo i qanë byrekët, nuk kam një byrektore, për zotin. Ka dalë super e mirë, ta hash edhe kështu, i kam lënë pak Zojit aty, që kur të shoh Zojit ta haj, ka dalë super. Ja ku është këtu i pari, që është duke u pjekur. është pëthuj se më të thunë. U poq kjo Ana. Mos mendoni se do t'i ham të dy tani, edhe vetëm në të dyja. Jo. Emme se të japim edhe pagencit. Ne kemi për drejt për darkë këtu. Goca, shikoni pak byrekun ton. A nuk është i mirë? Me thënë, duket i mirë, po besoj se do jetë edhe super i shishëm. Goca, kjo është byreku i parë me spinaq. Tani edhe pa kos, pa. Tani do ta provojmë një herë se si do jetë, por duket shumë i mirë. E kam provuar një çik atje. Këtu. Tani do ta hau. Goca, ky është byreku tjetër. Harrova t'ju thoja për byrekun e parë, kishte dalë shumë i mirë. Normale, por ky duket ka dalë akoma dhe më i mirë, Ana? Ka dalë më i mirë ky. Shikojeni pak të, se nuk harrova t'ju tregoj. Ky ka dalë shumë i mirë, Goca. Edhe në shije. Të lupshin duar shoqe. Dalë shumë. Goca, shoqja ma iku, po bën 1 orë, sa është ora tani? Ora është 5:20, u bën 1 orë që ka ikur, edhe unë vura direkt e Zojën në gjumë, na faleni se kemi kapë që dhe vura Zojën direkt në gjumë, sepse ajo 1 orë fjetin drek edhe po i flieshe. Pastaj postova vlogun e djeshëm, vlogmasin e djeshëm, dhe me thënë drejtën, po i kshi fytyrën me kështu, nuk duhet me letrat lagura, por ka marrë nga ato letrat e lagura të Zojit,
që i përdor Zojt, kështu që nuk është shumë e keqe të themi. Edhe po mendoj, sistemova prap këtu te kuzhina, edhe pse në të dyja i sistemuam, rregulluam poshtë fshiu nusja, unë sistemova këto gjërat e fundit, madje duhet vete nëse, edhe pastaj. Duhet vë pak lavastoviljen, se sonte do t'i laj me aty, me qenë se jam bërë pak më shumë enë, se doja të rria me ata edhe nuk u mora me enët, me që tu nej të bëm muhabet edhe nuk thash okej, s'po i laj enët, do i fusni në lavastovilje. Edhe me qenë se unë nuk kam ndonjë gjë interesante tani tjetër për t'ju treguar juve për sot, për këtë vlogmasin e sotëm, po mendoja që këtë pjesë, domethënë tani këtë momente, të bëj një maskë për fytyrën, që unë e di që maskat e fytyrës i pëlqeni gjithmonë, dhe thash, okej, Romila, bëj një maskë fytyre. Oj, gjithmonë nëse nuk po na çojë Zoji tani, se nëse Zoji zgjohet, okej, unë do ta bëj pak me vështirësi, se nuk dua ta bëj shumë vonë maskën, se edhe dua të bëj një dush, por përpara thash të heq make-upin, të bëj maskën, edhe dushin pastaj. Në fakt, unë nuk e di si jeni juve goca. Oj, Zoja, më do nëse qot lutem. Rrive pak, mama. Të fleri për vetën e saj, sepse grindet nëse nuk e bën gjumin tamam. Unë në fakt, goca, kur jam në shtëpi, nuk e mbaj dot make-upin fare, nuk e di si jeni ju. Mezi e mbaj ndonjëherë, sidomos kur dua që të bëj vlogmas, kur dua të filmoj, dua të jem pak e rregullt, do me thënë që në kuptimin që mos dal e dini ju, e shpifur fare. Edhe të bëhem çik e lezetshme. Edhe mundohem që ta mbaj, shumicën e rasteve nuk është se e kam mbajtur, se ç'a të bëj. Edhe por sa të vi në shtëpi, mbasi kam dalë, gjëja e parë që dua të bëj është që të heq make-upin, se sinqerisht nuk e mbaj dot make-upin, goca, nuk e di juve, por më duket sikur më rëndon shumë në fytyrë, edhe e mbaj. Kur e heq, sikur jam liru kështu, se di. Kjo trika është bërë pak pis, na falni nëse duket keq aty. Tani, vazhdojmë, bëjmë këtë maskën neve. Po pse nuk e mora ata unë që të dukesha më mirë këto, dukesha më mirë, po s'ka problem, thaj. Kështu, edhe kështu mund t'ja tregoj duke folur, s'ka gjë. Tani, këtë maskën që dua të bëj sonte, goca, është që o kam thënë dhe njëherë tjetër, do ta bëj me vezë dhe me banane. Do gjej një vezë. Nëjse, po mundohesha të gjej një vezë që t'ishte pak e vogël, jo e madhe, se vetëm për fytyrën time do ta bëj, edhe do ta përdor të gjithë vezën, si të bardhën, si të verdhën. Nuk ka asgjë, i bëjnë mirë. Mund ta bëni të veç, mund ta bëni vetëm me të verdhën ose vetëm me të bardhën, por unë do ta përdor me të dyja, sepse kur e mendoj, them, ç'a do t'i bëj unë vezës tjetër? S'kam ç'a t'i bëj. Kështu që e përdorim të dyja. Të dyja me të dyja. Apo e bëjmë vetëm me të verdhën. Jo, do t'i përdor të dyja. Si a gji pishmani jam, Edhe nëse ngel do ta ve këtë tjetër nesër, ose pas nesër. E kam edhe këtu vezën. Bravo, Romilda. Bravo. Po, më shira këtu të kjo e Lara të paktën.
Shikoni që bëhet e goca. Më ratë të tepsia, po e kam të larë. E kisha lënë këtu që të kullonte. Edhe e rata një këtu. Shifni unë që bëhet. Nëjse se e laj prapë këtë pjesën këtu të tepsisë. Dua të reguar juve. Romilda. Gjithsesi, ta trazojmë vezën mirë e mirë. Edhe do t'i hedh gjysmën e bananës që më ka ngelur, që se ka ngrënë Zoi, nuk do e hedh një bananë të gjithë, se është shumë. Masa, s'ta po bëja pa bërë një maskë me vezë. Edhe të bëj këtë maskën, edhe pastaj të bëj dushin edhe të jetë fytyra super. Pastaj të bëj edhe atë kujdesin e fytyrës ndarke. Këto të dyja, këto veza dhe kjo, dhe bananja, bëj një kombinim super të mirë së bashku. Ka marrë shumë koment. Po, ka marrë disa komente me të drejtën në TikTok që thonë, jo, po pse bën maska? Fytyrën e ke shumë keq, akoma. Unë nuk e di pse aty duket fytyra ime keq. Tani shikoni se këta puçën e kam lujtur dhe këta këtu që është shenjë. Prandaj ka ngel kështu, kjo është shëruar. Nuk e di. Mua ata që më shikojnë nga afër më thonë që fytyrën e ke shumë mirë. Nuk e di pse kamera më nxjerr fytyrën jo mirë. Tani jam duke xhiruar me telefon, me thënë drejtë, kam harru fare të hap kamerën, meqense e fillova me telefon, thash ok Romilda, mbaroj me telefon. Ja ku e kemi edhe këtë gjysmën e bananës. Unë të paktën e bëj atë timen kur i thon kujdesi. Pastaj rezultatet i shikojmë jo tani. Sepse ka, okej, me vërtet, do thoni ju nuk je shumë e vjetër Romilda. 33 vjeçe, për 34. 26 muaj, se 33 quhet, por ka që me kanë fytyrën shumë keq, thoshe të vërtetën. Edhe që ta mirëmbash fytyrën me këto në kushte shtëpiake, është më e vështirë. Pa shkuar në për këto qendrat estetike, e kuptoni, pa bërë këto, mendoj unë. Është më e vështirë, duhet të jesh shumë konstante që fytyra të rri mirë. Nëse nuk do bëja këto, do ta kisha fytyrën shumë keq pastaj. Mendimi im se di. Nise, unë e trazova këta. Se di atë marrë me banane, jo, bolë që du më shumë. Duhet që ta trazosh shumë mirë, që të shkrije dhe banania mirë aty, që të bëhen mjash me vezën. Mos të rije e... keni parasysh copa banania. Prisni. Do të tregoj dhe juve. Ja, ku është. Kështu duhet, goca. Ta trazoni dhe akoma më mirë do jetë. Nuk është se ka nëjë copë të madhe. Tani do ta vendosim në fytyrë. Unë fillova e lyva faqet dhe kam ballin për të lyer tani, goca. Dhe do t'ju thoja që po e lyej këtu me anë telefonit, këtu pa në telefon. Do t'ju thoja që këtë maskën mund ta bëni deri në 3 herë në javë, është shumë e mirë për ta bërë. E mbani 20 minuta, kur t'ju thahet juve që ta keni fytyrën. Do ta tregoj këtu, nëse nuk harroj dhe nëse nuk ndodh diçka që duhet ta fshi me një herë, kam fjalën të kapzojnë. Duhet ta mbani derisa e shikoni që fytyra është ka bërë atë tërheqjen, kjo maska, e kuptoni, kur tërhiqet lëkura, e ka bërë tamam. Atëherë e lani.
ose për shembull kur e prek pasaj me gisht, nuk bëhet gisht I pis, nuk ngjit shumë. Atëherë e lani fytyrën. Mund ta përdorni, ju thash, 3 herë në javë. Ja, unë e bëj edhe kështu tani, I shkoj tani unë një herë edhe e le pak të thithi këtë shtresën e parë, pastaj do t'i shkoj edhe një shtres tjetër. Okej? Shtresën e dytë unë po e bëj jashtë kamerës, që mos të riktu kot, edhe pasi t'jetë tharë maska, uroj mos të harroj që ta filmoj edhe ta shikojmë së bashku se si do duket kur t'jetë tharë. Në rregull, goca? Goca, shikoni pak, ka filluar tani që është tharë më mirë dhe ka filluar që të më mbledhi fytyrë lëkurën, do me thënë. Shikoni këto buzët, të dallohet. Edhe të balli pak. Si qajnë buzët. Do të mbaj edhe pak, me qenë se kam zoj në gjumë akoma, por do të tregoja këtë gjë. Mundoni mos të flisni shumë kur bëni maskën, në momentin që fillon edhe thahet, që mos ta qani maskën. Goca, shikojni tani është tharë më shumë. Do me thënë, tani kjo maska ka bërë efektin e saj. Tani do shkoj, do laj fytyrën, se nuk las dot. Besoj se e kuptuat. Edhe këtu po e mbyll të vlogun, pasi dhe Zoji është duke u zgjuar, edhe po merrem me Zoji, nuk kam kohë të xhiroj më, se jam vetëm, Iliri vjen pas nesër, edhe kuptoni, besoj. Kështu që ju uroj natën e mirë dhe do shihemi në vlogmas të tjerë. Mos harroni të më bëni subscribe, like, ndonjë koment, ndonjë share. Ju puç!